pruar me citatën që e kemi, mirë, po nuk kemi një reflektim, absolutisht, ju e keni pa që sa herë që partnerët tanë apin deklaratat e tilla, tentojnë ato deklaratat të shtrembrohen nga ish-pushteti, dhe mendoj që është gabim. Citata është fare e thjeshtë. Për 20 minuta mund të jetë tutje. Vetëm një vullnet nga koalicioni që ka më shumë të ullësi, Lëvizja Vetëvendosje Guxat Alternative dhe lideri tyre deputeti Albin Kurti, që të bisedoj me liderët e partive që i kemi përfaqësuara në kuvend, dhe mendoj që citata zgjidhet shumë shpejt. Po flas nga tëshmërinë që ka Partia Demokratike. Po e përsëris, me votat e PDK-s nuk zgjidhet Alborina Xhiu. Prisni që të ketë reflektim gjatë tyre 48 orësh dhe të ndrojë tërë. Edhe me gjithë presionin e ndërkombëtarëve, sigurisht. Po, shiqoni, prapë, unë mendoj që presioni më i madh është presioni i popullit, dhe pastaj edhe i partnerëve tonë. Unë mendoj që sikurse ne nga Partia Demokratike që në bazë auditore takojmë njerëz, votues, qytetarët Kosovës, njëjtë veprojnë edhe deputetët edhe të partive tjera, cilët do që është përfaqësuar në kuvend, dhe mendoj që presioni është i njëjtë, ndoshta tu e ditë që të kaluarën dhe kontributin edhe për shtetformim, edhe për shtendërtim, edhe për formimin e institucioneve, ndoshta tek Partia Demokratike kjo ndjenjë është pak më e theksuar, dhe përgjithësia është pak më e theksuar, për shkak se prapë ne po themi jemi të gatshëm. Të përgjigjemi çfarë do iniciative, në mënyrë që ta zhbllokojmë situatën, po presim me pas vullnet edhe ata që kanë për detyrë me kriju shumicën parlamentare, e që si duket është duke konvenuar që mos funksionojë kuvendi, me qenë se ata e dinë që po t'ishte kuvendi aktiv, jam i sigur që sot në kuvend do t'ishte duke diskutuar keqpërdorimin e Ministrisë së Bujqësisë. Dhe besoj që kjo është njëra nga arsyet pse ata nuk kanë vullnet të i ditë skandalet e përditshme dhe skandalet brenda ditës disa, nuk janë duke bërë zhbllokimin e statës. Ndërkohë, ka pasur edhe zëra për një bashkëpunim të mundshëm mes PDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosja. Ka pasur diçka reale në këtë mes, apo kanë qenë vetëm fjalët? As nuk ka pasur, as nuk ka, as nuk do të ketë. Pse? Për shkak të kaluarës tonë, për shkak të situatave që kanë qenë, për shkak të hendekut të madh, për shkak të dallimeve që i kemi edhe ideologjike, dhe për shkak të një qasje negative që ka pasur Vetëvendosje me vite ndaj Partisë Demokratike të Kosovës. Po gjërat mund të ndryshojnë, zotëri Qalaj? Po mund të ndryshojnë ndoshta, po jo në këto në mes në bashkëpunim. Sepse ka pasur deputet të Partisë Demokratike, të cilët pastaj me kohë janë bërë pjesë e Vetëvendosjes, nuk është edhe në thelb që jeni edhe shumë të ndryshëm. Ndëgjani, ata që kanë shkuar, le të qëndrojnë atje, mirë janë, kur mos u kthejshin në trinë e Lëvizjes Vetëvendosje, është qasje e tyre, po bashkëpunim në mes të Partisë Demokratike, bashkëpunim në qeverisje po flas. Në qeverisje të mundshme nuk ka, nuk do të ketë. Ne kemi deklaruar në vazhdimsi, kemi dëgjuar edhe deklaratat në televizione ndryshme, po edhe në kuvendin e Kosovës nga kryetari i partisë. Zoti Krasniqi, nga kandidati jo për kryeministër, zoti Hamza, nga sekretarja e partisë, nga gjithë deputetët, dhe nuk ka kush në këtë botë që mund më detyru me ngritë dorën me votu një qeveri Vetëvendosje dhe PDK. Absolutisht jo. Pra nuk ka gjasa që të ketë? Nuk ka gjasa. Një koalicion mes... Kjo është punë e kryerje që nuk do të ndodhë. Sepse ju përgjatë viteve keni ditur që të bëni koalicione me të gjitha partitë. Pse jo me Vetëvendosjen? Po them, tash nuk din atë historinë e dhimbshme që ka qenë në katëruar. Po është e pamundur. Është e pamundur. Megjithatë ne qëndrojmë asaj, kur mos thuaj kur? Unë po them që kur. Spakut, unë nuk do të jem pjesë e një formacioni politik i cili bashkëpunon me Lëvizjen Vetëvendosje dhe bën një qeveri. Qalaj, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit për ju. Ndërkohë, pas kësaj interviste, sigurisht në pjesën tjetër do të kalojmë në një tjetër intervistë me të ftuar të tjerë, do të flasim për një temë tjetër interesante, është një deklarate ish oficerit britanik që ka folur lidhur me serbët që janë afruar kuvendit, që janë afruar në fakt sepse duke folur për kuvendin, që janë afruar kufirit të Kosovës, ka qenë paraprakisht një deklarate